Gripi sezonal po ngjitet drejt pikut. Shumë qytetar festat po i kalojnë nëpër spitale. Në spitalin e sëmundjeve të mushkrive për fëmijët në Kozlet të Shkupit po punohet me kapacitet të plotë. Korridoret e saj janë të mbushura nga prindërit dhe fëmijët e cilët ankohen për pritje të gjata. Gjatë fundjavës vetëm në këtë spital janë kontrolluar rreth 800 pacient, një numër tejet i lartë për 48 orë. Pediatria specialiste Elena Gjinovska-Tasevska tha se gjatë ditës së djeshme janë trajtuar rreth 150 fëmijë. Numër ky në rritje edhe sot, ku prej 100 fëmijëve të shtruar në spital, 6 janë në aparate të oksigjenit. Грипот, односно инфлуенцата, го достигнува својот пик, така да најчесто се зголемена температура, намален апетит и кашлица. Капацитетот во моментов е навистина полн, се чува само некое место, значи околу 100 деца се хоспитализирани, од кои 6 се потешки, се на кислородна поддршка, останатите се стабилни и во моментот имаме само некое место кое го чуваме за исклучително навистина потешки дечиња кои им треба хоспитален третман. Simptomat e gripit janë të ngjashme me të virusit korona, andaj nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë thirrje për vaksinim sa më masiv. Ministri Aliu tha se deri më tani janë vaksinuar 77.000 qytetar, shtoi se akoma nuk është arritur kulmi për të dhënë rekomandime nga Komisioni i Sëmundjeve ngjitse. И преку вас и граѓаните дека остана уште негде 3000 вакцини кои што може да ги искористат граѓаните, воопшто не треба ни да се пријават во системот за вакцинација, директно можат да одат на здравствените институции да се вакцинират и ова е единствениот начин како можеме ние да ги заштитиме нашите граѓани, нарочито популацијата која што е во тој кластер на сензитивност, значи постари лица, бремени жени, здравствени работници и така натаму. Rekomandimet e mantelbardhëve janë që qytetarët të shmangën tubimeve, ndejave në ambiente të mbyllura dhe t'i përmbahen higjienës personale. Madje sugjerojnë që në mënyrë parandaluese të marrin vitamina dhe suplemente ushqyese për të ngritur imunitetin. Me qenë se virozat janë tejet ngjitse, mjekët thonë se mos t'i sjellin fëmijët direkt nëpër spitale që në simptomat e para, për të mos u sëmurë më keq, por të përpiqen fillimisht në mjekim shtëpiak apo edhe përmes mjekut familjar t'u jepet terapia përkatëse.